Dënimi meritor i korrupsionit duhet me shërby edhe si parandalim i korrupsionit. Çfarë i bie kjo? I bie se nëse një person kryen një vepër penale korruptive, atij duhet të jepet një dënim që ai dënim përpos se për të do të jetë edhe mesazh për shoqërinë që mos të përfshihen në vepra penale korruptive. Kjo është edhe njëra prej, këto janë edhe qëllimet e dënimit sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Fatkeqësisht, deri më tani ka pasur një sër kritikash ndaj sistemit gjyqësor për ndjekje të një politike dëshkimore jo adekuate në raste të korrupsionit. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse Gjykata Supreme ka miratuar edhe udhëzuesin për politikën dëshkimore dhe madje një udhëzues të veçantë për rastet e korrupsionit, por të cilat fatkeqësisht nuk kanë gjetur një aplikueshmëri adekuate. Përpos dënimit, janë edhe një sër mosash të kundër korrupsionit, të cilat duhet të merren nga ana e institucioneve publike me qëllim të parandalimit të korrupsionit. Fuqizimi i institucioneve ligjzbatuese është njëra prej mosave për parandalimin e korrupsionit, derisa fuqizimi i zbatimit të ligjeve të veçanta që kanë për qëllim parandalimin e korrupsionit është krucial. Këtu bën pjesë për shembull dispozitat që kanë të bëjnë me deklarimin e pasurisë, konfliktin e interesit, mbrojtjen e sinjalizuesve etj. Për këto tema do të flasim më në detaje në videot pasuese të këtij moduli. Ajo çfarë duhet theksuar është se me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, institucionet duhet që ta fuqizojnë mbikëqyrjen e brendshme me qëllim të parandalimit të korrupsionit. Rregullat që kanë të bëjnë me punësimin e stafit, veçanërisht në sektor të ndjeshëm ndaj korrupsionit, duhet të trajtohen me një kujdes të shtruar. Mbikëqyrja duhet të përfshijë edhe mundësinë e shoqërisë civile, mediave dhe publikut për të monitoruar punën e institucioneve publike. Pra kërkohet transparencë. Mbikëqyrja adekuate e proceseve të prokurimit publik, në të cilat procese shpenzohet paraja publike, taksat e juaja, është krucial si aspekt për parandalimin e korrupsionit. Miratimi i kodeve sjelljes, kodeve të integritetit etj. Dhe mbikëqyrja e zbatimit të tyre janë mosa të cilat institucionet duhet të ndërmarrin me qëllim që ta parandalojnë korrupsionin. Pra, kërkohen një sër mosash që korrupsioni mos të ndodhë, para se të kërkohet hetimi dhe gjykimi i tij. Duhet theksuar se parandalimi i korrupsionit kërkon miratimin e një strategjie në cilën identifikohen të gjitha rreziqet dhe mosat që duhet me ndërmarr për parandalimin e korrupsionit. Kjo strategji duhet me kriju një sinkronizim të mosave dhe veprimeve të institucioneve në mënyrë që mosat jenë të efektshme në parandalimin e korrupsionit. Një strategji e tillë i kish fut në sinkronizim të gjitha institucionet që kanë mandat të ndryshëm, që me ndjek një qëllim të vetëm, e që është parandalimi i korrupsionit. Thënë më shqip, institucionet mos me punu përmendsh, me pas një qasje strategjike, se si me u adresu njërin ndër problemet më të mëdha që ka Kosova. Por që fatkeqësisht Kosova sot nuk e ka një dokument të tillë.